vëllezër, ndoshta ju vjen do të them si prizë, për arsye sot kryesia e xhamisë ka përgatit disa dhurata, që edhe vacilët. E ne do të fillojmë fillimisht me një ajet shumë madhështor i surës Al-Ahzab, ajeti 35, ku Allahu xhaleshanu në këtë ajet përmendën 10 cilësi të burrave, dhe të njëjtat cilësi Allahu xhaleshanuhu u atribon edhe grave, edhe femrave. Dhe me thonë 10 cilësi për burra dhe 10 njëjtat për gra, gjithsej 20 cilësi. E më në fund Allahu thot për këto që i posedojnë këto cilësit, ka përgatit falje të madhe edhe një shpërblim shumë të madh. E këtë ajet do të na lexone përmendsh Omer Krasniqi, gjali i Mërgimit, do të na lexone këtë ajet ashtu bukur, dhe kjo është pi bilbilave tri që tash thuaj para një muaj që ka hinë në Kur'an, e këtë ajetin e ka mësu elhamdulillah përmendsh. Omer, bujrëm e Allah të ndihmoft. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات وذاكرين الله كثيرا وذاكرات وعد الله لهم مغفرة أجرا عظيما. ما شاء الله. تبارك الله. E tash Omer e ke merituar dhe një hedije atje. Urno, kjo është dhurata jote. Allah i të bëft hafëz i Kuranit. Selamu alaikum rafni. Na edhe vjeti këna shkep do dhurata, edhe inshallah dojna me bo që vjet për vjet mi dho do dhurata për do njerëz e meritojnë si cili ka në dhurat, pi këtu i deri atë në fund, po për kretë vonë shumë e kështu i këna zgarë veshtu. Si vjeti këna zgarë dy matë më shumit plesht në gjamiës tonë, që i vinë edhe të bukurojnë gjamiën me artin e tyre. E sot i këna zgarë, a gjia Lilin, që më duket nuk është përcensët, atër e nga djarja gjia Lilit e nga dhuratën, atër e nesh, hajde nga dhuratën e babës. Dikja, ja do. Haxhi Alili është më i shumit e na. I bon selam. Edhe Haxhi Alili është me të vërtet prej xhamatlive të parë në këtë xhami. Para disa viteve Haxhi Alili e kish edhe babën gjallë, Bacin Selman. Vëllezër, ishte kënaqësi e madhe kur hinte para, gjishi, pastaj djali i tij, pastaj djali nipi i tij, pastaj nipi i nipit kur hishin në xhami e zbukurojshin me të vërtet xhamin. Prandaj me të vërtet edhe Haxhi Alili e meriton këtë dhurat, parasie se e ka ndriçuar këtë xhami prej në fillim. Edhe i dyti që i këna zgjerë që është i ri, po ma plak se na, është Basiset. Basiset, hajde, se të këna... Vëllezër, që të regoj një hadith për këtë, thot pejgamberi a.s. Inne min ijlalillahi ta'ala ikrame dhi shejbetil muslim. Prej madhërimit Allahu Gjelleshanu është me enderu plakun i cili i është thin mjekra në islam. E Bacizet edhe kjo është një prej atire, edhe është prej xhamatlive me të vërtet të parëve këtu në këtë xhami, edhe meriton një dhurat për arsye se e ka ndriçu dhe e ka zbukuru xhamin ton. Bacizet, Allahu të dhash bereqet edhe ti edhe gjithve në atë pjesë të jetës që na ka mbet. Edhe juve. Faleminderit. Allah ju shpërblet. Faleminderit shumë.
Për ndryshe dhe bacizet vjen me... Edhe bacizet është i njeti. Që qoni vlezër, ki Omeri që i lexoj këta jetë është nipi i bacitizet. Baba këtu, djali edhe nipi. Elhamdulillah. Allahu thot, inna ledhina amenu, wattaba'athum dhurriyyatuhum bi imanin, alhaqna bihim dhurriyyatahum, wama alatnahum min amalihim min shay. Allahu thot, ata të cilët kanë besuar në Allahun dhe pasardhësit e tyre e ndjekin rrugën e atij të parit me besim, do t'i bashkojmë, thot Allahu, qashtu edhe në xhennet, edhe vepra shpërblimet e tyre do t'ja japim të plota. Ta shkëndoj me tre që ju kanë ndihmu këtu në afërslave tonë dhe hoxhës, e thirrën Musamën. Po, kena me të vërtetë edhe një generat tjetër që kanë lexuar her pas here, që Usamën të parin e kanë thirrë, ndoshta pse o gjali hoxhës, Allahu alem. Mo të shhala ma shumë. Një koment për Usamën, jo pësa gjali, se mësë kurse. Da kursem për tjerët, komentin. Po, i dyti, Muhameti është me të vërtet prej xhamatlive dhe lexuesve të parë në këtë xhami. Muhameti i vogël u ka boj math, elhamdulillah. Pre kur ishte i vogël ki me çka të mirë, ishte hobi këtij ishte ilahit. Në fillim prej fëmijë i ka mësu emrat e Allahit 99 sure prej Kuranit, ezan mos vetim, edhe elhamdulillah meriton Muhameti atë dhurat edhe më tepër. Allah i dash bereqet e të boftë të ti hafizi Kuranit. Qëta shkamet nga rajse me të djalin temë? Uvedi, djali i Agjivisarit, nën krijetarit, ka me qëllim ka shkua që në fund që të mare sevape deri ko. Sa hapa aq sevape. Edhe Uvedi, mashallah, është prej atyre, nuk thonë prej grupeve, do me thonë të fundit është prej grupeve të para, që ka hi në Kuran, edhe kje meriton një dhurat për asje se me të vërtet në ndihmon, me lexim të Kuranit, me ezanin e shumë tjera. Allahi bereqet e të boftë dhe ti hafiz i Kuranit. Vjetë, kër i kena dhonë dhuratët, dy vetë një kena me të borqë. Njërët i kena me të borqë të skar, e tjetëri po këtu, po s'te kena dhonë. E sot jënë dytë këtu e këndëla. Andi është por rrimën e kena këtu sa herë që kemë nevoj, Andi i kryu punët e rrimës, Allah i shpërdeft. E meriton kise me të vërtet i ka bo lidhjet e forta me rrimën, nuk ka problem, pa doreza e rregullon punën. Andi, Allah i bereqet, Allah i shpërdeft. Edhe tjetër që i kena me rarë, Allah i shpërbleft, këj bërë shumë punë të madhe. Edhe se cili për neve e shetë punën e ti për shtë ditë. Punën ati shihet në grupë, të grupit që i kena i WhatsAppit. I shojnë bitjet që i bënë. Edhe ma gjerë, edhe në rretët Një social. në Facebook që a bënë bitjet që i kryet, i bënë Arben Brezga, Allah i shpërbleft. Arben, Vlezër Arbeni s'ka dyshim është prej të parve, para me në këtë xhami, llogaritet prej themeluesve të xhamis, edhe me të vërtet shqyqon në kohën që jetojmë, s'ka dyshim se pa marketinga, pa verbunga nuk bëhet asgjë. Arbeni, vallahe, nuk ka nevojë me folë ma tepër, po këtë xhami e ka ngrit dhe zonin e saj, ki ka qenë sebeb pas mirësisë Allahu Xheleshanuhu, që xhamia jonë, qendra jonë me qonë e njohur në shumë të vende, edhe me i dal emri për të mirë me ju përhap. Arben, Allahu që përbleft, Allahu dhe është bereqet ti e familjes për gjithë këtë punë që e bon. Kjo vlezër është punë e madhe, duhet me pas durim të madh, për arsye se nuk mundet sikush këtë çështje me e bo. Ndoshta e merr pak, pastaj e le. E Muhamedi a.s. ka thonë punët më të dashurat e Allahu, janë ato të cilat janë të vazhdueshme. tjetëri që kena më rath është a gjëshemi.
Haxhi Shemi është me të vërtet domaçini i xhamis, sa vite me radhë edhe ki pa lodhje e ban këtë punë, s'ka dyshim që e meriton edhe më shumë se dhuratën. Haxhi, kjo është merita jote, Allahu dash bereqet, e ta shëroftë edhe shoqen, se e ka edhe shoqen pa qef, po xha. Allah i dash mirë. Që tash e kena edhe një për këtyre kryesorëve, pa i të këta kena edhe një, edhe ai më ka diktu që jep të do dhurata, dhe më ka lutë mas mirë bo dhurata. A gjëra misi. Të ka sërbu Allah me gruën e vetë, ka gruën e s'punë, po ky nuk unat një punë me xhamit kur. Dhe më thonë, shumë punë ky kryen xhami që dikush i dokën vogla, po ky i kryen shumë, më të marrë me cek me ernë. Po dhe Haxhi Ramizi me atë që ka stërvu Allahu Gjelleshanu, me të vërtet tregon që e ka një iman besim të fort si kodra e Uhudit, sa që as pak nuk dërzot, nuk bëhet shkak, me të vërtet gruan e ka, Allahu alem, imri njeriut nuk dihet sa zgat, por është prej atyre si pas përvojës e mjekve, thujsh, Allahu alem, inshallah Allahu i lëshon shërim. E Haxhi Ramizi, vallahi, si të tregoj Haxhi Visari, me të vërtet, një fjalë të vogël, me e thonë se në xhami si nevojitet, nuk krijet ajo ditë pa e krij ki punën. Haxhi, barakallahu fik, ala ma tabdhuluhu li masjidik, wa shafa Allahu zawjtak, anzala ilejha shifaan min shifaihi. Që tash e kena edhe një dhuratë, për kjo është dhuratë personale, veç une e ku bodhën një dhuratë, një vajtë, ndoshta ku mbune një gabim të Allah, edhe sot, i kërkoj falje para krepve. Marcel Kikaj, është prej vlezërve, unë gjithmonë thëm prej të parëve të xhamis, vallahi çashtu është, prej xhamatlit të parë, gjithmonë e ka zbukuru shoqënin, kur kemi pas udhëtime, kur e kemi pranë vetit, Marceli është knatësia dhe është thuish qershia e mexhlisit. E meriton, Marcel, e ti Allah që përbleft, e ti e meriton. Dhe vallahi nëse me dikën e kumponi gabim, apo li Allah, unë këtu nuk jam për shpinë teme, unë këtu jam për shpinë Allah. Edhe ndoshta ka herë, edhe shafin fjallën, ka herë edhe gudna, se unë nuk jam as goq, as sabi, as tekane. Dhe jam njeri thjesht, që gjuna qarë, i përditëshëm. Ju kërkoj falje, nëse dikon e ku vra me fjallë. Që ta shëlloj me këta mahmilit tonë. Gjithë ishë mahmilit. Do ta, pa juve nuk të t'ishte edhe kjo atmosferë që gjatë këtë muajt Ramazanit në kanë djekë, edhe në hëndërda kena shumë gjëmatli që i kanë dirdu edhe në knash më këtë punë. Allah është përbet të katër, Allah është përbet edhe gjëmatli që i knash edhe kanë kalu mirë. Pak herët në jena me dhuratat unë ato e di, po është e shtuna e fundit e Ramazanit. Kështu është ashtë atyre kretarë. Da hajde këto, që ta është i kimi s'ke dhuratat. Se më gjapet me marrë dheta. Marrë. Krijetari më mirë i shpërndan me dorën e gjatë. Që edhe si në është një ka. Dhuratën e pare e japi Muhamedit, Allah është përblet këtë hafez të mirë, Muhammed, jetë një shpëtik. Jetë më shtu ashtë. هذه الهدية يعني بسيطة أنت تستحق أكثر. معاملة بليزر ما شاء الله حافظ، هدية متواضعة بارك الله فيك. është prej hafëzave me të vërtet vlezër ki është prej atyre që e din Kuranin shumë rivajete si hafs, e tash e lexon rivajetin Warsh. Është prej Mauritanisë. Akh Muhammed, انت من موريتانيا مو؟
E Mauritania njihet me diturinë e tyre si në hadith në gjuhën arabe, e sidomos në Kur'an atë kanë parimin më kryesor. Vjetësisht të neshte të Benjamin, elhamdulillah të Beni, nëse film sikisht dhe vjetët të peshtë hi, inshallah. Beni, mashallah, Benialist kan man auch die Buchstaben auch sehen. Er spricht Qaf, Qaf. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Që tash kemi këtë hoxhën e vogël që kena publikuar, kjo është era e parë ky që del, domethënë jashtë vendit, edhe është e ri, pak e shihni dikush mjekën, po ky ka 17 vjet. Ky është ala i ri Allahi, inshallah, i dhe mon e forcon, e bon ma të mirë për këto, kur kjo një mësim i madh, kështu gjemat ky pas vetit s'ka pas, ka djeku në shkollë, ata bardhështë i kanë djenë të vetë edhe ma fesa kështu si ka apë, elhamdulillah, edhe këtu të na kanë marrë një mësim të mirë, mirë. Po vëllezër, duhet me pas parasysh, nuk është as pak lehtë dalish imam, kur e din se pas te janë 100, 200 e ma tepër vetë, edhe ti atë koncentrohesh të hifzi, të nxjerrja e shkronjave, të gjvidi, apo ta kish mendën ke ato, ajo ushtria mbas çka e ki, kjo përgjithësi e madhe, ashtu si tha gju, hera parësh e Enverit, kjo çka ka ardhë, dhe ka qenë një përvojë e madhe edhe për këto, s'ka dyshim si cili prej neve gabojmë, por ajo çka është më me rëndësi është që fjalët e Allahu Gjelleshanuhu të lexohen edhe të na shtojnë imanin ton, për kushtimin ton. Edhe Enveri me të vërtet e ka dhonë maksimumin e tij, po s'ka dyshim si cili prej nesh kena nevojë për më u përmisu. Dikush në këtë aspekt, dikush në aspektin tjetër, Enver, Allahu që përbleft, edhe bëft hafiz të fortë Kuranit, ashtu si kurse e ndjek shurejmin, ta mundsoft Allah dhe Kuranin ta mësojsh si kurej. Kush ka mbet ma? Se da kam e zërëm hoxha, omërsina për fund, unë nuk di si hoxha që tash me thonë fjallat, po gjithë gjemati e di që vallahi pa hoxhën shumë sende nuk bohon, edhe mësimët dijen që këna marrë për ti, si të fili vallahi, elhamdulillah, që e kem, edhe sa grupe që i ka shtinë Koran, patëm që tash një mledhje të tunionit këtu dhe nga gjami, ata u qëbitëshin, që gjamia jonë dhe më thonë ka shumë aktivitet, njerëzën t'i kanë bërë gjamia të nëzbaj e vladën se tona, ka i kanë bërë me minare, valla aktivitetet e rëndësimet që i kena na, kër asë një gjami thuja nuk i ka, në të lejmërohet një gjami, valla jo, nuk kanë ata shdo të shtu në derse, ne vallaj na ka qarros që të hoxha me hoxhën, Allah e rujt, i dha shnet, i rujt familje, se vallaj, unë s'ta thonë që nësë me pas to, na kishëm darë për dini gjësë ta kërla, po, pak to nuk e di, a ishëm bo kretë që do sene që e mbo. Dhe më thonë, ju jeni dëshmitarë të përditshëm edhe i shini që tash veç grupit fundit para Ramazanit që dur, je kon afer 20 fëmijë më t'ka bosha. Allah është përbleft të hoxhën, dhe hoxha meriton ma shumë, po janë senet dhe kufizu me kështu që me që ta hoxhë në duhejtna. Allah është përbleft, po. Vëllezër, çështja, si thonë hoxhallikut, imamllikut, nuk është ajo një beruf, nuk është zanat, nuk është profesion. Ajo është emanet prej Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qëndrimi i imamit është përcjellja e asaj siç ka thënë Allahu dhe pejgamberi. Me ja përcjell tjerëve fjalën e Allahut dhe fjalën e pejgamberit alayhis salam. Prandaj një gjë e tillë nuk është zanat, nuk është profesion. Ajo është emanet i madh. Kjo është ai prej atyre emaneteve që edhe kodrat, edhe malet, edhe pijet, edhe gjithë krijesat tjera të mëdha, gjigante, kërkun prej Allahut që t'i shkarkon nga ajo, mos e vep ato. Prandaj kjo çështje është mision, është trashëgimi e pejgamberëve. E Muhamedi alayhis salam tha: "Faman akhadha bihadhin wafir." Kush e merr këtë dituri e merr në të gjitha anët, e merr ashtu siç duhet. Krijesia e xhamisë edhe kësaj radhe më ka nderu, nuk ka pas nevojë me të vërtet, por
është me të vërtet një lloj falenderimi, një lloj dhurate, ku unë nuk jam i pari që marr dhurata, për arsye se i pari që ka marr dhurata është i pari jon, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Allah ju shpërbleft edhe këto dhuratat janë bon, s'ka dyshim edhe me përmbajtjen e juve, xhamatit dhe të antarëve, po ashtu edhe një gjë e tillë është respekti i madh edhe për krijesin që i mendon këtë çështje din të vlerësone. E një gjë e tillë me të vërtet buron nga mësimet profetike, nga fjalët e Allahut dhe buron nga trashëgimia që e ka lënë të parët tonë të mirë. Allah ju shpërblet. Ja se depengon këtu. Tash nuk e dia kam. Edhe ju tonë dini që hoxha jonë është atyre që punon. Domethënë kretë o xhallat në xhamia e kanë rrugën edhe rrinë të ditën e lumë. Edhe qesin kajdet, hoxha jonë punon, më ka thonë joni, e du hoxhën e juj, kësa është punëtor, nuk e pret parën në gjematë. Allah është përbleft, hoxhën, Allah e rujtë. Amin, gjithë. Apo një Allah thirnarën pak, Allah është përbleft edhe juve, Allah ju nderoft, Allah e pasranua gjenimin, ja më thot ditën fund me agjeru, me prit belamin, me kalu mirë inshallah me familjen e juja, me xhamatin, me vllaznikëve. Inshallah. Und ma valla. Ha? Po dhe. Dhurata jote. Vallahi më në shejkësh. Vëni pikë zik ti zi. U decidale sufrim. Wallahi pro Jo, valla edhe haxhiu meriton një dhurat të madhe. S'ka dyshim. Allah është përmbledhësh. Po. Këshenga e është vallahi kur xhamati të kënaqur. Edhe xhamati ndihen mirë, vallahi nuk ka dhënë këshenga më e madhe. Unë ju e dini unë rrit këtu në xhami. Edhe se tani do pasdore, po vallahi nuk e kam vesh për veti. Unë mundona për veti të Allahit, po mundona edhe juve me mbajt ambientin të mirë, të pastër, edhe që edhe ju këtë vini të kënaqshme. Edhe dy pleq që i kena më thënena, inshallah në mëtë, bërë pak ma pleq, dhe dashta mi falenderu, Agjektefën edhe Agji Mesinin Berishën, edhe këta jonë më thëna, mas atyre dyve jonë këta, Allah i nderoft, edhe këta jonë xhamatlit përditshëm, inshallah Allah i ruan e në mëtë Mesin, edhe ty në dhëratë inshallah. Mësimi është ala gjallëri ati mos nxito. Po, ne të kjo është të nesh, po hajde shumë. Vlezër, për nesër kemi 20 pitje dhe 20 dhurata. Morgen haben wir inshallah 20 Frage und 20 Geschenke. غدا عندنا 20 سؤال و20 جائزة إن شاء الله بعد 4 ركعات. فلذلك استعدوا راجعوا معلوماتكم. Boni përsëritje, macht euch Wiederholung, weil gibt es Fragen und gibt es auch Geschenke noch dazu. Barakallahu fik.